Një kosovar i dënuar në Gjermani për një rast vrasjeje në vitin 1999 është arrestuar në aeroportin e Stuttgartit me të arritur atje nga Prishtina, raportojnë media gjermane duke iu referuar agjencisë së lajmeve DPA. 53 vjeçari ishte dënuar në vitin 99 nga gjykata e Qarkut të Heilbronn me një burgim prej 12 vjetësh dhe 5 vjet më vonë ishte dëbuar për në Kosovë. Ai kishte shkuar në Gjermani fundjavën e kaluar ku me të arritur është arrestuar dhe është dërguar në institucionin e ekzekutimit të burgut, Stuttgart Stammheim. Atje ai pritet të shlyej pjesën e mbetur të dënimit të tij. Sipas raportimit, burri kishte shkuar me një fluturim nga Prishtina. Gjatë një kontrolli u konstatua se kundër tij ekzistonte një urdhër arresti për ekzekutimin e dënimit, sqaroi një zëdhënës i policisë federale. Sipas këtij urdhri, 53 vjeçari duhet të vuaj ende 2127 ditë burgim. Nëse nuk do të kishte hyrë përsëri në Gjermani, nuk do të kishte pasur probleme.